Miq të dashur, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në programin Rruga, pjesë e shërbesës biblike të Dr. Michael Youssef. Dr. Michael Youssef është pastori dhe themeluesi i Kishës së Apostullëve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbes ndërkombëtare radiofonike dhe televizive. Dr. Youssef më përpara ka shërbyer si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autor i shumë librave përfshirë këtu Zoti është nën kontroll, pse është jeta ime kaq rrëmuj, si të njihni armikun tuaj të vërtet, të fuqizuar nga lavdrimi, pakënaqësi hyjnore e shumë të tjerë. 2 nga librat e vegjël të Dr. Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe. Sot do të përcjellen tek ju një seri të re mesazhesh që titullohet Kopshti ndaj qytetit. Ky është një studim i veçantë i kopshtit të krijuar prej Perëndisë dhe qytetit të njerëzit. Në programet e ardhshme do të shohim se si njeriu zgjedh qytetin përpara kopshtit të Perëndisë. Po kështu do të krahasojmë paqen dhe qetësinë e kopshtit të Zotit me pakënaqësinë e qytetit të njerëzit. Kjo seri përfshin thuajse tërë Biblën, duke nisur nga Zanafilla tek zbulesa. Ne do trajtojmë fillimin e kohës dhe fundin e saj. Na ndiqni sot ndërsa Dr. Youssef na flet për 3 karakteristikat e kopshtit të Edenit. Dëgjim të këndshëm. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Thank you for tuning in to listen to this program. Ju faleminderit që po na ndiqni në këtë program. We are about to commence a great series of messages. Ne do të nisim sot një seri mesazhesh të shkëlqyera. We are calling it The Garden versus the City. E kemi quajtur Kopshti ndaj qytetit. And you will understand more and more as this series unfolds. Dhe ndërsa e shtjellojmë këtë seri, do ta kuptoni akoma edhe më shumë. In reality, it is the entire Bible from Genesis to Revelation. Në të vërtetë është e gjithë Bibla nga Zanafilla tek zbulesa. I want to begin by saying that people were making all sorts of predictions around the turn of the 21st century. Unë doa ta nis duke thënë se njerëzit kanë hartuar lloj-lloj parashikimesh për shekullin e 21. Some people went to all sorts of extremes in their predictions. Disa njerëz kanë arritur deri në parashikime të më ekstreme. But for the past 20 centuries, Christians have always lived a dual role. Por për gjatë 20 shekujve të kaluar të krishterët gjithmonë kanë luajtur një rol të dyfisht. What is this dual role that you ask? E ç'është ky rol i dyfisht që kërkoni? It is both waiting for the Lord to come at any moment Është të presësh në çdo kohë kthimin e Zotit. and laboring diligently for him at the same time. Dhe në të njëjtën kohë të punosh për të me zell. People are forever trying to set dates and make predictions regarding the second coming of Christ. Njerëzit gjithmonë përpiqen të përcaktojnë data dhe të parashikojnë ardhjen e dytë të Krishtit. Yet Jesus told us very clearly Sidoqoftë, Jezusi na tha shumë qartë that no one knows the hour of his return. se askush nuk e njeh orën e kthimit të tij. Listen to what Jesus said, Dëgjoni se çfarë tha Jezusi. that he will come like a thief in the night, Se ai do të vijë si një vjedhës natën, when most people are not expecting him. atëherë kur shumë njerëz nuk e presin. There's a story about a family that was discussing the Sunday sermon over Sunday lunch. Është një histori për një familje që diskutonte predikimin e së dielës gjatë drekës së po asaj dite, As many families do. siç bëjnë dhe shumë familje të tjera. That Sunday, the sermon was on the second coming of Christ. Atë të diel predikimi ishte për ardhjen e dytë të Krishtit. The father tried his best to answer the questions, Jati u përpoq sa mundi që t'i përgjigjej pyetjeve. and finally said to his son, Dhe në fund i tha të birit: "We don't have all the answers we might like, Ne nuk i kemi të gjitha përgjigjet që mund të duam, but we do have all that we need to know. por ne kemi gjithçka që duhet të dimë. And what we need to know is to live each day as if it were your last day." Dhe ajo që duhet të dimë është të jetojmë çdo ditë si të ishte dita e fundit. The boy replied, Djali u përgjigj: "But I tried that once and you punished me for it." Por unë u përpoqja një herë dhe ti më dënove për këtë.
In the event that the Lord does not return today, Në rast se Perëndia nuk kthehet sot, in the next few broadcasts I want to deal with two issues, në programet e ardhshme dëshiroj të merrem me dy çështje, both the beginning of time and the end of time. me fillimin e kohës si dhe me fundin e saj. I want to go all the way to the beginning of time Unë dua të përshkruaj gjithë rrugën që nga fillimi i kohës, and then relate it to the end of time. dhe më pas ta lidh me fundin e kohës. The Bible is not just little bits and pieces of writing. Bibla nuk është thjesht e ndarë në copa të vogla dhe fragmente shkrimi. The Bible is a systematic and organized plan. Bibla është një plan sistematik dhe i organizuar. The Bible is the revelation of what God has done, Bibla është zbulesa e asaj që Perëndia ka bërë, what God is doing, i asaj që Perëndia është duke bërë, and what God will do in the future. dhe i asaj që do të bëjë në të ardhmen. And if you miss that point, you miss the whole Bible. Dhe në qoftë se ju humbisni këtë çështje, humbisni tërë kuptimin e Biblës, And thus you miss the Christian faith altogether. dhe humbisni gjithashtu dhe besimin e krishterë. While God has no beginning or end, Ndonse Perëndia nuk ka fillim apo fund, we humans and the earth do have a beginning and an end. toka dhe ne si qenie njerëzore e kemi një fillim dhe një fund. While God has no starting or finishing point, Ndonse Perëndia nuk ka ndonjë piknisje apo finish, we humans and our planet do. planeti ynë dhe ne si qenie njerëzore kemi. The Bible begins with a garden on earth called Eden, Bibla nis me një kopësht në tokë të quajtur Eden, and the Bible ends with a garden city coming down from heaven. dhe Bibla përfundon me një qytet kopësht që zbret nga qielli. The Bible begins with a beautiful, exquisite garden called Eden, Bibla fillon me një kopësht të bukur dhe elegant të quajtur Eden, and the Bible ends with a far more exquisite city called the New Jerusalem. dhe Bibla përfundon me një qytet shumë elegant të quajtur Jeruzalemi i ri. The Bible begins with a wedding between a man and a woman, Bibla nis me një martesë mes një burri dhe një gruaje, and it ends with a symbolic wedding between the bridegroom, who is the Lord Jesus Christ, dhe përfundon me një martesë simbolike mes dhëndrit që është Zoti Jezus Krisht, and the bride, which is the church of Jesus Christ. dhe nusës që është kisha e Jezus Krishtit. Who is the church? Kush është kisha? The church is the multitudes of believers from every tribe and every nation and every tongue. Kisha është moria e besimtarëve të çdo tribuje, kombi dhe gjuhe. So the Bible begins with Adam and Eve, who were placed as God's deputies in the garden, Prandaj Bibla fillon me Adamin dhe Evën që ishin caktuar si përfaqësues të Perëndisë në kopësht. and the Bible ends with Jesus' followers reigning and ruling with him. Dhe përfundon me ndjekësit e Jezusit që mbretërojnë dhe sundojnë me të. The Bible begins with a man and a woman in a place full of peace and tranquility and joy. Bibla fillon me një burrë dhe një grua që banonin në një vend të mbushur me paqe, qetësi dhe gëzim. And the Bible ends with a place of greater peace, greater tranquility, and greater joy. Dhe Bibla përfundon me një vend të mbushur me paqe, qetësi dhe gëzim të mrekullueshëm. But between the beginning and the end of the Bible, Por mes fillimit dhe fundit të Biblës, there are a whole lot of things that happened. ka ndodhur shumë gjëra. In the next few broadcasts, we will see how man chooses a city over against God's garden. Në programet e ardhshme do të shohim se si njeriu zgjedh qytetin përpara kopshtit të Perëndisë. We will see how man became deceived. Ne do të shohim se si njeriu u mashtrua. And instead of being contented to serve as the vice-regent, Dhe në vend që të kënaqej duke shërbyer si zëvendës, regjent, he wanted to be the regent. ai donte të bëhej regjent. Instead of obedience, Në vend të bindjes, they chose rebellion. ata zgjodhen rebelimin. Instead of submission, Në vend të nënshtrimit, they chose to usurp God's authority. ata zgjodhen të pushtonin pa të drejtë autoritetin e Perëndisë. Instead of being the creature,
Në vend që të ishin krijesa, they wanted to be the creator. ata donin të ishin krijuesi. In this series of messages, we will contrast the garden with the city. Në këtë seri mesazhesh ne do të krahasojmë kopshtin me qytetin. We will contrast the peace and tranquility of the garden of God Do të krahasojmë paqen dhe qetësinë e kopshtit të Perëndis with the discontentment of the city of man. me pakënaqësinë e qytetit të njerëzit. It is very important to go back to the beginning. Është mjaft e rëndësishme të kthehemi tek fillimi. Why? Pse? Because for the believer, the end of time as we know it is linked to the beginning of time as we know it. Sepse për besimtarin, siç e dim, fundi i kohës është i lidhur me fillimin e kohës. Please turn with me to the book of Genesis, chapter 2, beginning at verse 8, all the way to verse 17. Ju lutem le të shkojmë së bashku tek libri i Zanafillës kapitulli 2, duke filluar nga vargu 8 deri në vargun e 17. Pastaj Zoti Perëndi mbolli një kopësht në Eden në lindje dhe vendosi në të njeriun që kishte formuar. Pastaj Zoti Perëndi bëri që të mbijnë nga toka lloj-lloj pemësh të këndshme nga pamja dhe që jepnin fruta të mira për t'u ngrënë. Në mes të kopshtit gjendeshin edhe pema e jetës dhe pema e njohjes së së mirës dhe të së keqes. Një lum dilte nga Edeni për të ujitur kopshtin dhe ndahej në 4 rrjedha uji. Emri i lumit të parë është Pishon. Është ai që rrethon tër vendin e Havilahut ku ka flori. Dhe floriri i këtij vendi është i mirë. Aty gjenden gjithashtu bdeli dhe guri i oniksit. Emri i lumit të dytë është Gihon dhe ai rrethon tër vendin e Kushit. Emri i lumit të tretë është Tigri dhe ai që rrjedh në lindjet e Asiris. Lumi i katërt është Eufrati. Zoti Perëndi e mori pra njeriun dhe e futi në kopshtin e Edenit me qëllim që ta punonte dhe ta ruante. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriun duke i thënë: "Ha, madje lirisht nga çdo pemë e kopshtit. Por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." When the Holy Spirit inspired Moses to pen these words of Genesis, Kur fryma e shenjtë frymëzoi Mojsiun të shkruante fjalët e Zanafillës, Moses was in Mount Sinai. Mojsiu ishte në malin Sinai. So the location of the Garden of Eden was east of Mount Sinai where Moses physically was. Pra kopshti i Edenit ishte i vendosur në lindje të malit, aty ku Mojsiu gjendej fizikisht. And that is why it says, "Now the Lord God had planted a garden in the east of Eden." Dhe ja pse thot: "Pastaj Zoti Perëndia mbolli një kopsht në Eden në lindje." From where Moses was at the time of writing of these words, Prej ku Mojsiu në atë kohë ishte duke shkruar këto fjalë. Eden was located somewhere across the Arabian desert. Edeni ishte vendosur diku përgjatë shkretëtirës së Arabisë. Eden was toward the area known as the Valley of Tigris and Euphrates. Edeni ishte përgjatë zonës që njihet si lugina e Tigrit dhe Eufratit. There are 2 other rivers mentioned here in Genesis, Tek Zanafilla përmenden 2 lumenj, Pishon and Gihon. Pishoni dhe Gihoni. These 2 rivers do not exist anymore. Këta 2 lumenj nuk ekzistojnë më. Some scholars have suggested that they were destroyed by the flood of Noah. Disa studiues kanë sugjeruar se këta lumenj janë shkatërruar nga përmbytja e kohës së Noeut. What is so important about the garden? E çfarë ka kaq të rëndësishme ky kopsht? There are 3 very important things about the Garden of Eden. Ka 3 gjëra të rëndësishme që lidhen me kopshtin e Edenit. You must remember them as we begin today. Ju duhet t'i mbani mend ndërsa nisim sot. And as we go on to contrast the garden of God with the city of man in the next few broadcasts. Dhe ndërsa krahasojmë kopshtin e Zotit me qytetin e njeriut gjatë programeve të ardhshme, Number 1, numri 1, it was picturesque. ai ishte piktoresk. Number 2, Numri 2, it was a place of provision. ai ishte vendi i sigurimit. Number 3, Numri 3, it was a place of protection. ai ishte vendi i mbrojtjes. We will begin by looking at the picturesque quality of Eden. Do të fillojmë duke parë cilësinë piktoreske të Edenit. To say that the garden was exquisitely beautiful is an understatement. Nëse do të flisni për kopshtin, do të nënkuptonim se ishte jashtëzakonisht i bukur.
As God created every part of this planet, he called it good. Ndërsa Perëndia krijoi çdo pjesë të këtij planeti, ai e quajti të mirë. You know, when you watch the sunrise or the sunset, Kur shikojmë lindjen e diellit apo perëndimin e tij, or view another magnificent place of nature anywhere in the world, ose vështrojmë një vend tjetër të mahnitshëm të natyrës kudo në botë, we find ourselves awestruck. ne mahnitemi. We talk about how beautiful nature is. Ne flasim për bukurinë e natyrës. We talk about how magnificent the scene is. Ne flasim për madhështinë e pamjes. But for Adam and Eve, Por për Adamin dhe Evën, God poured out his most creative magnificence into the Garden of Eden. Perëndia shfaqi gjithë madhështinë e tij krijuese në kopshtin e Edenit. For Adam and Eve, Për Adamin dhe Evën, God poured out beauty beyond measure and comprehension. Perëndia shfaqi bukuri përtepër masave dhe kuptimit. But just as pollution spoils much of the beauty of God's magnificent creation today, Por ashtu si ndotja sot ka dëmtuar shumë bukurinë e krijimit madhështor të Perëndisë. when sin entered into that beautiful garden, it spoiled the beauty of holiness. Kur mëkati hyri në këtë kopsht të bukur, ai dëmtoi bukurinë e shenjtërisë. When the sin of disobedience and stubbornness entered into the garden, Kur mëkati I mosbindjes dhe kokëfurtësisë hyri në kopsht, it turned it from a garden to a garbage dump. e shndërroi nga një kopsht në një grumbull plehrash. When the sin of self-aggrandizement entered into the garden, Kur mëkati I vetpërforcimit hyri në kopsht, it transformed its environment into a toxic waste dump. e shndërroi ambientin e tij në një grumbull mbeturinash helmuese. When sin of rebellion entered into the garden, Kur mëkati I rebelimit hyri në kopsht, it poisoned the atmosphere with its poisonous gas, mbyti atmosferën me një gaz helmues. and beauty turned into ashes. Dhe bukuria u shndërrua në hi. Sin always turns simplicity into complexity. Mëkati gjithmonë shndërron thjeshtësinë në ndërlikim. Sin turns innocence into shame. Mëkati shndërron pafajësinë në turp. Sin turns purity and perfection into cynicism. Mëkati shndërron pastërtinë dhe përsosjen në cinizëm. Sin turns joy into drudgery. Mëkati shndërron gëzimin në angari. But until sin entered the garden, it was a picturesque place. Por përpara se mëkati të hynte në kopsht, ai ishte një vend piktoresk. Tune in next time and I will tell you more about other characteristics about the Garden of Eden. Na ndiqni në programin e ardhshëm dhe do t'ju flas më shumë për karakteristikat e tjera të kopshtit të Edenit. I will also tell you about the new garden available to us right now. Do t'ju flas gjithashtu dhe për kopshtin e ri që është I mundur për ne. This garden is available to us because of the shed blood of the Lord Jesus Christ. Ky kopsht është I mundur për shkak të gjakut të derdhur të Zotit Jezus Krisht. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve. Miq të dashur, kemi mbritur edhe sot në minutat e fundit të programit Rruga. Në mesazhin e parë të serisë Kopshti ndaj qytetit, Dr. Jusef na tregoi se si Perëndia krijoi në mënyrë të përsosur një kopsht për njeriu. Perëndia shfaqi gjithë madhështinë e tij krijuese në kopshtin e Edenit, por kur mëkati hyri atje, e dëmtoi bukurinë edhe shenjtërinë e tij. Kur mëkati I mosbindjes dhe I kokëfortësisë hyri në kopsht, e shndroi atë në një grumbull plerash. Në programin ton të erës së ardhshme do të vazhdojmë të flasim për karakteristikat e kopshtit të Edenit. Edeni jo vetëm që ishte një kopsht I bukur, por edhe I frytshëm. Perëndia e krijoi kopshtin për të siguruar për Adamin dhe Evën dhe gjithë krijesat e tjera. Në këtë kopsht, gjithçka ishte në harmoni me Perëndin dhe në harmoni me mjedisin rrethues. Këto cilësi e bënin Edenin parajs. Na ndiqni në programin ton të erës së ardhshme për të mësuar më shumë për parajsën toksore të Edenit.
Ju kujtoj se ne mirëpresim letrat dhe emailët tuaja në adresë të programit ton, Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'u dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.